Sot në katedralen Nën Tereza, të ndërtuar 4 vjet më parë në qytetin e Vaut të Dejës, u mbajtën omazhe në 15 vjetorin e ndarjes nga jeta të bamirëses së njohur me origjinë shqiptare. Arkipeshqvi Rok Mirdita tha se lumja Nën Terezë është dëshmi e vullnetit për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Po sot, pranë katedrales Nën Tereza, u inaugurua shtëpia e bamirësisë, e cila do të vinë në ndihmë njerëzve në nevojë. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Pollum Sulo, ka përgatitur kronikën. Katedralja Katolike, ndërtuar 4 vite më parë në qytetin e Vaut të Dejës, është e vetmja në Shqipëri që mban emrin e bamirëses së njohur me origjinë shqiptare Nën Terezës. Në 15 vjetorin e ndarjes së saj nga jeta, në këtë katedrale u mbajtën sot omazhe si dhe një meshë e udhëhequr nga Arkipeshqvi Rok Mirdita, i cili tha se Nën Tereza është dëshmia se populli shqiptar është një popull prej të cilit mund të lindin njerëz të aftë që ta bëjnë botën më të bukur. Ati shejt Papa Gjon Pali II, duke lartësuar në nerin e altarëve me 19 tetor të vitit 2003, i tregoi mbar botës se shqiptar, populli shqiptar shumë i bukur, me një histori shumë të ndërlikuar, është një popull prej cilit mund të linin njerëz të aftë, ta bëjnë këtë botë më të bukur e njëkohësisht edhe duke shpaguar në një mënyrë imazhin e shpërftëruar të kësaj toke, të këtij vendi që po përpiqet të integrohet në familjen e madhe të popujve të qetëruar. Arkipeshqvi Mirdita, i cili 15 vite më parë mori pjesë në ceremonitë e lamtumirës së Nën Terezës në Kalkuta të Indisë, tha se vepra e saj në ndihmë të më të varfërve është një shembull për të gjithë njerëzimin dhe në veçanti për shqiptarët, bie të cilëve ajo ishte. E lumja Nën Tereza Kalkutës. Kjo bij e shtrejtë e popullit shqiptar na ndihmon gjithmonë të gjithëve që të kërkojmë dhe të gjejmë Zotin e gëzimit tonë. Atëherë nuk do të kemi frikë me nga asnjë mjerim. Amen. Po sot, pranë katedrales Nën Tereza, u inaugurua shtëpia e bamirësisë, një stres për njerëzit në nevojë. Zotshim që së bashku e le të jetë një vend ku mund të ushtrojmë dashurinë, në vepër, jo vetëm për Vaudesin, por edhe për zonën kushdo që ka nevojë për këtë shtëpi. I riu Gjovalin Marku, i cili prej shumë vitesh lëviz vetëm me ndihmën e një karroce me rrota, tha gjatë ceremonisë së përërimit se shpresonte që me ndihmën e shtëpisë së bamirësisë, njerëzit në nevojë të mos ndjehen të braktisur. U krijuar një vatër ngrohtë, një vatër për ata që me të vërtet kanë nevojë, një vatër shprese, një vatër dashurie, një vatër për një kategori njerëzish që me të vërtet e ka bje vetën të braktisur, me të vërtet e ka bje vetën të lardët me gjallë. Kjo ide po e bën të kuptojnë këta persona se nuk janë vetën, por janë së bashku me të tjerët, janë të barabartë me të tjerët. Shtëpia e bamirësisë është një stres për njerëzit e braktisur dhe me aftësi të kufizuara, e ndërtuar me kontributin e dioqezës së Sapës, Caritasit Dioqezian dhe familjes së Franco Felicit nga Italia. Për Zërin e Amerikës, nga Vaudejës, Pollum Sulo.